Shu do funksionoj? Po çan këto që do hyjnë gjithë këta të rinj, tazet të rinj mund të hyjnë gjithë këta sepse pas ka qenë OKB, NYZZ etj me radhë dhe mallëngjyen këta do shërbejnë për Shqipërinë. Ore, po shi ha këto pralla me mbretën e. Tani si ka mundësi që do hyjnë për provim dhe do testohet gjithë trupat diplomatike që kanë mbi 10 vjet e kusura, po ka një jetë do hyjnë provim. Pra, ta të rinë s'ka nevoj për provim, përse ta kanë qenë OKB. Këta gjithë që kanë një jetë këtu të do hyjnë provim, si në klasë parë. Dhe kush e ta bëj provimin? Partia punës. Do me thënë, ka të kritej parë, nuk bëngë. Si shëndodhi me gjithë strukturët e tjera, po i më be do be. Të më thënë, ka 30 jetë që shërben, të do hyjë dhe një provim. 2 gjutë huja, po ty të ka ikë gjithë përseja në diplomacia, ullësike, pare mërimet e fundit i dhe shie, tani mlara hata e burë dhe. Pyetje që bëjnë gjithë është, dhe që po të bedhe unë, zoja ministre, a mund do të ketë perspektivën këj ligjë për të bërë ndryshime si që keni bërë ju në imazh, si keni qenë në opozit, edhe tani, pra do kemi këtë ndryshim ndryshor, a bën këj ligjë këtë ndryshim ndryshor? Faleminderit.